Pejgamberi sa ka thënë, lexojeni surën Al-Bekare, mësojeni surën Al-Bekare. Leximi i saj dhe mësimi i saj ka bekim, bereqet, dhe largon nga shtëpia xhin dhe shejtan dhe magjit. Dhe lënia e surës Al-Bekare është humbje e madhe. Ky është hadithi i saktë. Ta dëgjosh këtë hadith e mos ta lexosh Al-Bekaren ditë për ditë, e mos ta mësosh Al-Bekaren është çudi e madhe. Sidomos ato që Zoti ka sprovuar me mësysh ose me magji. Si mund të pretendoj një kurimin nga magjia dhe mësyshi dhe nuk lexon Al-Bekaren, që thot pejgamberi sallam, largon magjistarët, largon magjit, largon shejtanët dhe dreqnin. Di njerëz të sprovuar me magji që Al-Bekaren e lexojnë deri në 15 herë në ditë, 10 herë në ditë, 5 herë në ditë. Sepse ai që ka hall dhe siklet dhe e ka gjetë ilaçin nuk pyet.